Institucionet publike kanë zyrë për informim, numër telefoni dhe adresë elektronike. Por për gazetarin këto kam pak vlerë nëse në anën tjetër nuk përgjigjet askush. Përfaqësues të gazetarëve në Kosovë thonë se komunikimi me institucionet është vështirësuar, deri në atë mas sa në shumë raste gazetarët nuk i din as emrat e zëdhënësve të ministrive. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Xhemail Rexha, thotë se transparenca institucionale ka shënuar rënje. Në vitet e fundit transparenca e institucionet të Kosovës ka shkuar duke rënë dhe ne kemi parë qeverinë e Kosovës, por institucionet tjera të cilat kanë transparencë minimale në kuptim të ofrimit të informacioneve për gazetarët në përpjekjet e tyre për të ofruar tek publiku informacione të kompletuara me të gjitha burimet. Është rritur ndjeshëm numri i ankesave në zyrën e komisionerës për informim dhe privatësi, për shkak se institucionet refuzojnë që të ofrojnë dokumente të cilat duhet të jenë publike dhe duhet të jenë të qasshme për gazetarët. Dhe kjo është një dukuri shumë shqetësuese. Ne kemi parasysh në fakt që kjo bëhet me qëllim nga institucionet e Kosovës dhe sidomos nga qeveria e Kosovës, bëhet me qëllim për të fshehur kontratat, për të fshehur informacionet që edhe njëherë do duhet të ishin publike për shkak se përfshin projekte publike që paguhen nga taksapaguesit. Pretendimi se kjo bëhet me qëllim është vlerësim i Rexhës. Por ai evidenton edhe një problem konkret të komunikimit mes institucioneve dhe medias. E qeverive, shumica e ministrive në fakt e qeverisë Kosovës nuk kanë zëdhënës, kanë zyre për informim, por shumica për tyre janë të paqasshëm dhe gazetarët nuk i din emrat e zëdhënësve. Kemi në nivel qendror qeverinë e Kosovës e cila vetë kryeministri Kurti, konferencat për shtyp ku merr pyetje të gjithë gazetarëve janë shumë të rralla dhe ndodhin shumë rrallë edhe zëdhënësit flasin shumë pak për mediat, sidomos për televizionin. Prandaj thirrja jonë është që qeveria e Kosovës duhet ta shtojë transparencën, një qeveri e re, pra duhet të kujdeset që të përgjigjet në kohë të gjitha kërkesave të gazetarëve. Për një televizion, mungesa e përgjigjes nuk e ndal afatin e transmetimit të kronikës. Dhe kur institucionet nuk japin qëndrimin e tyre, publiku mund të përfundojë duke marrë vetëm njërën anë të informacionit. Natyrisht mediat vazhdojnë të konsumojnë më të madhe se mos televizioni në Kosovë dhe qytetarët kanë opinione të ndryshme, por ndoshta ndonjëherë plasimi i informatave pa i pasur gjitha anët dhe gjitha burimet mund të shihet me ndryshe, por nuk është faji i mediave. Mediat duhet të kujdesen që të tregojnë pra që mungesa e informacioneve zyrtare është pasojë e mosgatishmërisë së qeverisë së Kosovës dhe institucioneve tjera për ta bërë punën e tyre në mënyrë transparente. Në mungesë të përgjigjeve përmes kanaleve zyrtare, gazetarët kanë gjetur një rrugë tjetër. Ata e shohin agjendën e politikanëve, gjejnë se në cilën ngjarje do të marrin pjesë dhe shkojnë atje për të provuar t'ua bëjnë pyetjet që nuk kanë marrë përgjigje përmes kanaleve institucionale. Gazetarja Qëndresa Billagoshi thotë se kjo tashmë është kthyer në praktikë të zakonshme. Për shkak që kontakti me zëdhënësit jo çdo herë është krejtësisht i mundur dhe jo çdo herë është shumë e lehtë për të marrë informacionet që na duhen neve për kronikat, qoftë ato ditore, qoftë edhe ato që kërkojnë më shumë kohë dhe më shumë informacion nga institucionet, veçanërisht ato qendrore, është një praktikë që është kthyer tashmë krejtë zakonshme tek pothuajse të gjitha mediat, po në veçanti ato që mirën me situatat politikat ditore, është që duhet të shohim se ku janë politikanët që na duhen, ku janë në ngjarje të caktuar dhe të shkojmë ta shfrytëzojmë atë hapësirë dhe atë kohë për të bërë edhe pyetjet që rëndom nuk kanë të bëjnë edhe me ngjarjen në të cilën ata kanë shkuar për të marrë pjesë, por që është një prej formave më të lehta mbase për të krijuar mundësinë vetes për të marrë informacionet që duhen. Por të shkosh deri te politikani nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të marrësh përgjigje. Kjo jo çdo herë është si formë suksesshme, kjo varet krejt edhe prej vullnetit që ka në këtë rast qoftë kryeministri, sikur është në detyrë, sikur është fuqi plot, por qoftë edhe vetë ministrat sa kanë vullnet për të përgjigjur në ato pyetje. Ka raste që
nuk i dëgjojnë fare pyetjet, thjesht me një arsyetim se duhet të shkojnë në një ngjarje tjetër, refuzojnë edhe dëgjimin e pyetjeve, por ka raste edhe që dëgjojnë pyetjen por nuk përgjigjen në atë. Por që kjo është forma që aktualisht përdoret më së shumti si variant më i lehtë për të marrë një përgjigje, në veçanti për të marrë një përgjigje para kamerës, që është edhe një punë pak më e madhe se sa një që mund të dilte me shkrim, dhe është natyrisht që më e besueshme dhe më e fuqishme kur një përgjigje jepet në këtë rast nga kryeministri apo edhe nga ministrat apo kushdo zyrtar tjetër, kur jepet me zë dhe figurë, natyrisht që e bën edhe më të rëndësishme kronikën, por edhe më të lehtë informacionin për të kuptuar. Blagoshi thot se vështirësia vazhdon edhe kur gazetari ndodhet fizikisht afër kryeministrit, pasi sipas saj qasja tek ai është e vështirë, pasi rrethohet nga truproja dhe përcillet nga një afërsi e kontrolluar, që e kufizon mundësinë për t'ju afruar dhe për të marrë një përgjigje. Mund t'i bësh pyetjet, zëri nuk mund ta ndalë askush, por është problematike të marrësh një përgjigje kur i njëjti nuk do që të përgjigjet, veçanërisht kur është i përcjellur edhe me mbrojtjen e tij të afërt, që është problematike dhe e kontrolluar edhe perimetri se sa mund të jesh afër tij për të marrë edhe një përgjigje. Kështu një pjesë e punës së gazetarëve nuk është më vetëm gjetja e informacionit, është edhe gjetja e personit që duhet ta jap atë.